Përshëndetje Sherista dhe mirë se erdhët në episodin e radhës. Kësaj radhe jemi me yjet e prekës. Përshëndetje. Kolegjit preka. Më fal, përshëndetje. Po me sa mundemi të lëvizim po Jemi me Jonelin dhe Leon. Përshëndetje, ju jeni të parët. Kjo është pjesa e parë që ne hapim. Po, jeni të parët që hapim Kolegjin Preka, intervistat me Kolegjin Preka. Është shumë kënaqësi t'ju kemi këtu, Leon për herë të dytë dhe Joneli për herë të parë. Shumë faleminderit që u bët pjesë si fillim. Faleminderit juve. Okej. Fillojmë direkt me sfilatën. Unë nuk kisha pritshmëri të gjeja dhe këtë vit në sfilat. Nuk e dija në rast se do ishte efekti yt përsëri në sfilat. Megjithatë, unë ta jap edhe me fakte, me mesazhe. I kam shkruar profesorit se profesori nuk ishte në sfilat. Sfilata ishte mahnitse dhe jashtëzakonshme. Kishte bërë një punë kolosale, shumë të bukur dhe përgëzime për këtë gjë. Faleminderit. Mbas qefi. Si ishte të punojë me sfilatën përsëri, duke qenë se ti nuk ishe nxënës aktual i kolegjit këtë vit? Ishte e lodhshme, kishte vështirësi? Pafund. Me fjalë mund të thësh. Kishte vështirësi. Po të them të drejtën e ngushëlloj vetëm nga pjesa që domethënë ishte para menduar, domethënë edhe para se të shkoja në universitet. Gjëja ime parë që kam bërë ishte që të hapja programin, që të shikoja a do ishte vështirë, a do ishte lehtë për të kthyer, për të mos u kthyer, që të dija dhe si të bëja në një farë mënyrë. Pra ishte e paramenduar, domethënë deri diku e kisha një ide që okay, this year was nice, but I gotta do it twice. Okay. Që prandaj u ktheva dhe një vit tjetër dhe kam punuar si vit me shumë pasion. Okay, u frymëzove Na falni pak vështirësitë shkolle anatomike e modës. U inspirove nga diçka apo nga dikush për sfilatën apo ishte thjesht? Nuk mund, domethënë nuk ishte diçka komplet intuitive, domethënë patjetër që u inspirova, unë gjithmonë inspirohem nga diçka për të krijuar. Madje filloi inspirohem që në momentin që bëhet sfilata paraardhëse ose e mbaruar ose pa mbaruar, domethënë më inspiron shumë procesi. Për shembull, par vjet, domethënë jo vjet, sepse vjet prap sfilata ishte në drejtimin tim. Sfilatën e kishte Stacy dhe që aty filloi një lloj shkëndije, domethënë që kjo punë është për mua, domethënë aty filloja të vija re që të shikoja për shembull, ky nuk e mban kurrizin drejt ose ky nuk e bën ecjen shpejt mjaftueshëm. Kishte nga ata që u eliminua për këtë gjë në sfilat? Në këtë sfilat dhe në atë të vjetshme, se vjet nuk arritëm të pyes. Vjet ishte më shumë e limituar, domethënë të gjithë ishin, ishte një numër eksakt i personave që duheshin në sfilat. Për shembull, vjet duheshin me patjetër 11 veta. Një skuadër futbolli. Dhe të tjetra. Një skuadër futbolli, nëse njëri ka thyer këmbën. Dhe sfilata tjetër që duheshin 25 veta, ishin të ndarë, domethënë se nuk i mbaj mend. Si vjet ka qenë një sfilat kaotike, në kuptimin e parë dhe në kuptimin e dytë të fjalës, domethënë literalisht si vjet sfilata quhej balloja e kaosit. Dhe mirë, ju ishit në thimë, që kështu. Ishim në temë, po. Kjo është më rëndësishme që t'i përmbajshim dhe temën, t'i përmbajshim dhe temën patjetër. Saqë si vjet, domethënë ka qenë një hap shumë i madh për mua, sepse nga vjet që thoja që domethënë nëse mbani mend sfilatën e sirenave, që thoja që 25 veta janë shumë, 25 veta janë shumë. Provoni 45 veta. Dhe do më thoni. Ne kishim diku tek 25 vjet. Që kështu kemi përballuar më keq, kam përshtypjen. Uroj të mos e kem numrin gabim. Jo, ishte shumë okay. Domethënë se këtu jam dhe të raq, kam frikë mos më presin ndonjë te dera. Është bosh. Nuk është bosh shkolla. Jo, nuk është bosh, nuk është bosh. Pse gënjen? Pse gënjen? Shakave, sfilata e vjetshme Raqit ishte shumë sfilate bukur. Mjelmat, edhe pse ishte ai problemi që ishin të gjitha njësoj. Për shembull, do doja unë me syrin tim kritik, domethënë do doja të shikoja diçka më ndryshe. Megjithatë unë i kam thënë të gjithëve, do doja t'i thosha edhe Dea Lekës nëse do ishte këtu, nuk e di ku është.
Hello. Si e, nuk jemi më armiq. Kemi qenë shumë vjet. fjalë madhe. Okej. Gjithmonë shaka. Po, patjetër. Ka bërë një punë shumë të mirë, më ka qenë shumë sfilate bukur. Po këtë vit si ishte sfilata e Raqit? Sfilata e Raqit si vjet ishte Të lutem je shumë i sinqert se ndoshta do bijem dakord në mendim. Shiko, Nuk po qesh. Jonel, të lutem. Jonel, do të japësh dhe ti komentin tënd, mos mendo se do shpëtosh. Sfilata e Raqit si vjet kishte kostume shumë të bukura. Realisht kishte shumë kostume të bukura në shijen time. Do flas për sfilat në karnavale, dhe karnavale vështë abstraktizmi, po. Jo se e kam ambrën shoqe, aq për më tepër më mirë që e kam shoqe. Ata sfilatën. Më vjen keq. O prit, s'duhet ta thoja këta. Nëse. Ta bëj pip. Kështu e dini që jam i sinqert. Më mirë të jemi sinqert. Okej, aha. Deshte më shumë punë. Kostumet ishin shumë të bukura. Realisht deri diku isha në djeni se çfarë po bënin, se kam dhe ambrën shoqe dhe Diskutuat. ndanim ndonjë Ide, ndonjë sugjerim. shkëmbenim bënim ndonjë komunikim të vogël bashkë, po bëj këtë. Për shembull, unë po bëja këto, ja çoja foto, ajo po bënte gjë tjetër, më çonte foto, e ke parasysh po që donte më shumë punë. Nuk mendoj se ishte neglizhencë. Okej. Ambra është akoma në vit të parë, besoj se vitin tjetër do jetë akoma. Se edhe unë siç isha në vit të tretë që deri diku arrita, domethënë që të krijoj një sfilat shumë të bukur. Po. Si vjet patjetër, sa më shumë eksperiencë të kesh, edhe ne po të na shikosh podcastin e parë me podcastin që bëjmë sot, nuk kemi të qeshim. Që donte më shumë punë. Ishin shumë të bukur. Megjithatë do jenë kostume shumë të bukura për karnavalet e qytetit. Këtë kredit ja jap. Jonel, e pe shfajan? E pe. Po. E pe. Isha edhe në rresht të 4 dhe kisha pamjen Ballore. Po, ti kishe pamjen më të mirë që ne, se ne që ishim në rreshtin e 19, okej. Rresht 70. Rresht 70 që si të duk, sfilata, po dhe shfaqe e risho. Atëherë për shfaqjen, nisim një me shfaqjen, ishte shumë mirë e lidhur. Më pëlqeu jashtëzakonisht, sidomos numrat e kërcimit dhe të aktrimit që e lidhen shumë mirë shfaqjen dhe pjesët e këndimit që kënduan dhe vajzat. Vajzat ishin mrekullueshme, nuk kam fjalë. I kemi vajza shumë të mira. Derisa për sfilatën, të isha dhe vetë në atë fushë, dhe për ata erdha më shumë që të kritikoja. Më shumë më pëlqeu sfilata e parë. Ajo me vitet. Po, me vite dhe sidomos kostumi i parë i asaj vajzës. Me fustanin që ishte fustani i madh. Po. Që kur e nisi ajo, thash unë, lere këtu, super. Dhe ndrimi i këngëve që përshtatën sipas viteve, pra nuk vazhdua me linjën e një këngë, por i ndronin këngët vazhdimisht, ishte super. Por tani duhet jemi të drejtë shumë. Gjithmonë ka një por. Vazhdo. Kishte disa defekte në ecje. Tani jo se ne ishim perfekt të gjithë në ecje. Jo. Të rashë njëre. Jo, morëm shumë kritika për disa vajza që nuk dinin të ecnin në taka. Tani ne bëm shumë punë, po më mirë se shumica ishim. Nuk e të mirë ca nga këto tonat. Okej, unë nuk zaj. Derisa për sfilatën e dytë e lash fare, Ambra të përshëndesim. Bëm me mjaftueshëm atë gjë, e di shumë mirë ti. Ty lejmë Zambrës. Ambra ta. Se mos je vrar kur kërën nga paras. Edhe pse. Ambra e ta. Edhe kostumet, nëse nuk do ta dija që ishte për sfilatën e dytë po flas, nëse nuk do ta dija që ishte tema abstraktizmi, nuk do ta merja vesh. Tani edhe karnavalet tona kishin të njëjtin problem, sigurisht që nuk mund t'i ngrej në piedestal siç thotë edhe profesoria ime letërsisë. Por tani ajo sfilata tonë e karnavaleve e kishte temën dhe kuptoheshe që kishte të bënte diçka me mbretër, me mbretëresha, me shah dhe kishte edhe shumë efekte skenografike. Ndërsa sfilatën tjetër më thashë se një sfilat riciklimi te sfilata e Raqit. Po. Okej. Respectfully. Nuk po ju shajmë, po ju kritikojmë. Duam shumë, më pëlqejnë shumë kostumet, edhe sidomos kostumi me alumin, po që i ra një copë alumini as. Në fakt janë shumë të rralla personat që vinë dhe janë shumë të sinqertë. Po, shumë më falni, por besoj se i din shumë mirë këto. Rest in peace alumini, mund ta kishim përdorur të kishim mbështjell ndonjë bukë me vete. Bukë me vete. Anyway. E lëm bukën,
I'm sorry, e lem bukën, se na edhe buk jemi pa drek. Jonel, kostumin ti e zgjodhe vet apo ishte i përzgjedhur nga fati? Do me thënë kishte përzgjedhur dikush tjetër për ty. Tani un lash shumicën e Jepet sa përgjigjen në maca të gotën me ujë se. Shiko. Ore, dhe të pishe kjo apo jo? Pijet pa merak, kemi ujnë të pishëm këto. Vazhdo se ta tregoj unë pastaj. Tani, un lash shumicën e atyre stilistëve dhe pjesëmarrësve, modelëve, që të jepnin një ide dhe me idetë e tyre që unë nuk i pranoja, zakonisht i mblidhja në kostumin tim. Okay, interesante. Po. Dhe dikush do ishte ëngjëj, dikush do ishte diçka dark, diçka flowy, dikush do ishte atë dark matter mund ta them më mirë, pra gjëja e zezë, gjendja e zezë, dhe këto i përzjeva të gjitha kostumet në një, dhe krijova kostumin tim i cili ishte thjesht koncepti i paranojës, pra frika e të qenit zakonisht në vëzhgim, në errësirë, dhe nga kjo frika që ti e vazhdimisht në errësirë, në vëzhgim, ushtohesh nga kjo erta, dhe prandaj unë krijova dhe disa duar me letër që i ngjita në kostum. Nuk të ranë, besoj. Jo, nuk ranë, i ngjita shumë mirë. Dhe fakt interesant e kam bërë brenda 6 orëve. Po, e kam nisur në orën 10 dhe e kam bërë në orën 4. E kam mbaruar në orën 4 kostumin. Sepse jam marrë me të gjithë kostumet e të gjithëve që të dinin perfekt dhe unë sinqerisht nuk desha që të kisha kostumin me mbres Lenës. Më fal, për çfarë do vazhdosh pasi mbaron gjimnazin? Tani ne zakonisht artistët do vazhdojmë për mjekësi. Interesante, artistët për mjekësi. Tepër interesante, okay? Mirë, arkitekt. E kam shumë qejf dhe mjekësinë njëkohësisht, dua që të vazhdoj për mjekësi, por që pasionin e pikturës në të ta lë kur. Unë kam bërë dhe pikturën, kam vazhduar kursin për 2 vite, dhe pastaj kam bërë pikturë vetë në shtëpi. Unë pikturat nuk i shes, nuk dua që të krijoj biznes, por thjesht dua që të bëj njerëzit e lumtur me pikturën. Po do e vazhdosh tot me gjithë mjekësinë këtë hobi. Në qoftë se nuk pyetja kanë bërë dhe Sofias para të. Edhe për të mësuar se ke ca vite shkollë. Unë kam edhe një, mund të them si dhunti që pikturat i mbaroj shumë shpejt. Nuk dua që ti zvarit me interesant. Do me them brenda 5 orëve mund të mbaroj një pikturë që është 60 me 70 centimetër. Interesante. Okej. Ti shkujtoj veten time që e nis gjysmë dhe e lej një muaj të thajem. Me tharse? Jo, i lej një muaj të thajem. Po s'kemi tharse. Atmosferik. Duke fryrë. Po. Do mundesh dot ti bash. Apo po ti shkurajoj që tani. Nëse nuk vazhdoj një punë së bashku me shkollën, tani puna vite parë ishte pamundur që të vazhdojmë punë, por besoj se mund ta gjej dhe kohën për një pikturë. Jo për ditë, por një në muaj. Sepse unë dhe sfilatën me këtë e nisa, me synimin për të bërë njerëzit e lumtur, për të parë një buzëqeshje. Do me thënë kur kam bërë ato shpatat gjigande, ose e keni parë, kosat, maskat. Me çfarë bëra ajo shpata gjigande? Të rashë njëre. Preni. Përse? Me materiale shumë cilësore, që nuk mund t'i gjeni. Me argjend, me krom. Dukesh shumë e rëndë edhe ata gurët 12 gurët që duhet t'i ishin. Ja, ky ishte synimi. Jo, lere, ky ishte synimi. Ishte të ra, ata gurët janë marrë nga përshëndesim Blazhen. Fesa e Llogarasë. Janë nuk shu gurë cilësor. Nuk janë të rëndë. Të sapo hedhur. Përshëndesim modelin që beri aktrimin që unë i thash atij 2 herë 3 herë para shfaqjes që do bëj sikur i gurët janë të rëndë dhe vërtet e beri vetë sikur gurët ishin të rëndë. Kështu që të falenderojmë ata të zinjtë shkret. Po. Patjetër. Po si ishin të zinjas. Që që nuk i sollëm se ku diç mund t'i nxirnin. Deus, më leon e doa shumë. Tash. Nuk i nxjerr asgjë. Po pra. Okej. Për të vazhduar tek Leoja, cili ishte kostumi më i vështirë? Po ta them me këtë, nuk po jap me të gjitha kostumet. Këtu. Sa ta mori shpirtin ai nga 110-ta? Ma ka marr shpirtin nga 110-ta 1000, sepse duket. Ky kostum është bërë një ndër
ditët e fundit më duket se kishim 10 ditë për shfaqje, dhe unë isha 3 ditë pushim, domethënë isha ishin ato ditët që rastisën pushim, po. Ditë pushim, domethënë, dhe u mblodhëm në Qendra e Artit dhe Kulturës Gjasme ti bënim këta krahas. E dim. Kur blidhesh s'ke ndër me të bësh punë. Dhe i bëm krahat, domethënë më motivuan mua për t'i bërë krahas, se aty vetëm muhabet kemi bërë, vetëm krahas si kemi bërë. Dhe thash, okay, Varja, kjo është një punë për mua. Edhe thash, sa mund të më lodhin këto krahas, se në fund të ditës unë kam bërë bishtin brenda ditës. Atë bishtin që është 3 metra i gjatë. Unë kam bërë brenda ditës dhe thjesht më çudit fakti që si ka mundësi që nuk i bëra dot këto brenda ditës, sepse sa të mori ajo? 3 ditë e gjysmë. Dhe domethënë më ka kapur ora 1 natës kur i kam mbaruar këtë, domethënë ka qenë dita e tretë, po që më ka kapur ora 1 natës. Dhe ishte e premte dhe unë të premten duhet të vija këtu se kisha prap prova, se s'kishin bërë një javë prova, se kishin filluar po na brithnin edhe tër javës nuk ishin mbledhur dot. Edhe thash, kjo është një punë për mua, duhet t'i rregulloj edhe unë. Duhet të mbledh. Okej. Brenda natës kam mbaruar krahat, një palë krah lakuriçi natë që i ka veshur Leticia. Pastaj ditën tjetër në Qaku kemi mbaruar provat të premten dhe pas të premtes kemi shkuar në Qaku, kemi punuar krahat e tjerë lakuriçit të natës. Kemi punuar krahat e mi të fluturës që kanë qenë punë në grup. Joneli këtej priste, Tolja ndimonte, lyente, unë këtej bëja çfarë do lloj gjë, më ka kapur dora lloje soje kostumesh. Dhe për t'i rënë shkurt këto ma kanë nxirë jetën. Kanë qenë 2000 pent të prera vet, të prera ke pas shiko si janë. E kemi parasyve, kemi. Janë një pende vetme, por që me bisturi janë prer individualisht. Me bisturi. Çdo prerje, po. S'kishe ngësher, bisturi u futa. Me ngësher këto. Drejtke. Po mirë, kishte pak kosto, mendoj. Përveç kostos mendore. Po. Kostoja mendore dhe kostoja e kohës, besoj se kanë qenë kostot më të kushtueshme. Këtë vit, kosta më kostoze. Kanë qenë këtë vit. Edhe kostoja që unë zura me ata të Neptunit. Pse? Për kartona të mirë. Kartona të mirë. Pse me të zë. Tepër interesante. Se ata e kanë kartona të mirë. Të fortë. Ne nuk bëjmë sponsorizime bajnë. Po nuk donin t'i jepnin. Nuk donin. Dhe nuk t'i jepnin. Kurse dim që kanë kutisa pakica ata. E po ta dojmë të blejmë ja 30 frigoriferit të t'i sjellim me as tjetër. Me çfarë ke pak janë 30? Më morën e leka për ato kartona, pa e varje tani. What the fuck? Seriozisht ke bler karton me lek, pse nuk e di këta? Tani u zoj them tëra. Shiko pra. Jo, faleminderit. Faleminderit ti që bëre pjesë. Pse drejqin ke shkuar ke bler karton me lek kur ke koshin e supermarketit aty dhe ke lloje soje. Edhe pse shkruan kartoni Doritos, Everyday Fresh, a ku ta di unë çfarë shkruan? Lyen me boj. Ka kartoni Everyday Fresh fortësinë, sa çka kartoni televizorit. Të lutem. Po flasim për cilësinë, nuk po flasim për Nejse, si arritet të bëhesh pjesë e sfilatës. Pse, mirë, e kupton shpirtin artistik, po gjithrin show art është. Pse sfilatë? Pse pas 2 vitesh? Unë kam me plot kuptimin e fjalës kam ardhur rastësisht në sfilatë dhe më kanë folur rreth sfilatës, pra rreth rin show-t që në muajin tetor dhe më kanë prezantuar disa ide që unë domethënë ishte një vajzë dhe kërkonte që të merrte një sfilatë. Dhe më ka thënë mua Jonel, ti të kam parë punën tënde, kam parë që ti je cilësor dhe do me thënë që të merresh me këto gjëra. Dhe unë i kam thënë po do të ndihmoj me gjithë qejf. Përsa kohë që është hobi tim dhe kam talent, sigurisht që do të ndihmoja. Kemi bërë shumë ide. Një ndër to ka qenë mund t'i zbulojmë idetë më përpara? Si me lej shkret. Ma thënë aty. Jo. Jo. Nuk sponsorizoj. Okay. Thash prap. E presim. Nëse duhet të kishim vënë ato mikrofonat e vegjël këtu që të mos zbulosh. Kat. Mendova ti isha çik më serioz. Ne nuk duam seriozitet tash jam të lutem. Okej. Faleminderit. Dhe pikërisht sfilatën për faktin që e kam parë punën e Leos në vit të dytë
Dhe në vit të parë, sfilata më ka pëlqyer, por frymëzuar nga viti i dytë, sidomos krahët e diellit dhe kostumi i Saturnit, specifikisht kostumi i Saturnit, që ishte shumë mirë i lidhur, më pëlqevi shumë dhe thash si vjet, do ta provoj edhe një herë unë, eksperiencë e re. Dhe vetë i kënaqur, ishte krenar për veten pas gjithë asaj punën, se për Leon e marr me mend ishte më shumë se krenar. Shumë. Kemi nxjerr një punë jashtëzakonisht të mirë dhe kam dalë shumë i kënaqur, jo vetëm nga puna e palodhur, po edhe nga të gjithë që më kanë mbështetur, më kanë suportuar dhe më kanë ndihmuar sigurisht në kur kam patur vështirësi. Ajo gjëja e Florinta atje në mes. Po gjëja e Florinta, ma të keqe se nuk është Flori dhe ti se. Po mi me ngjyrë dhe ti. Se pastaj thon këta ja dha të Florintën, ne nuk e kishim të Florintën. Të lutem mos bëj nga karat. Sigurisht. Për te shakas. Një pyetje për të dy, sepse unë jam shumë e sigurt. Kur bëni provë gjenerale, keni bërë me kostume apo thjesht provët gjenerale, domethënë një ditë para teatrit, para shfaqjes në teatr, i kemi bërë pa kostume. Më thënë se nuk është se kemi bërë një provë me kostume. Pra sepse ajo atje është vështirësia, sepse është tjetër të dalësh thjesht po them me një bluzë dhe është tjetër të dalësh me gjithë ato krahas si do lëvizësh, si do vërtitesh në skenë. Ishte e paramenduar. Domethënë çdo gjë ishte e paramenduar, unë e kisha marrë parasysh që do ketë dhe krah shumë të mëdhenj, do ketë dhe krah shumë të vegjël. Prandaj domethënë e kisha një ide që teatri nuk do jetë gjithmonë për ne, nuk do jetë gjithmonë i lirë, po edhe kur ti teatri i lirë nuk mund të jem unë, se mund të ishte ditjave dhe atë ditjave unë mund të isha në Tiranë, mund të vi aty shikoja këta se si ecnin, se si dilin nga xhepat, më thet tash. Prandaj unë bëra këtë lëvizje që të gjithë personat në sfilat, domethënë flas për sfilatën e madhe, sfilatën e kaosit. Të dilnin nga xhepi para fundit dhe të futeshin prap në prapaskenë nga xhepi i fundit. Domethënë, si e thash, ora? Nuk po gjej. Okej. Po mendoja çfarë thosh. Të dilnin në skenë nga xhepi para fundit dhe të futeshin në prapaskenë nga xhepi i fundit. Tash e thash mirë, tash e dëgjova veten. Bravo. Okej, domethënë ju nuk e kishit bërë një provë. Po ato prapaskenat për shembull nuk e kishit që ra njëri të ngrihesh titri ose në një prapaskenë që ishte direkt në një problem që e patët atje për atje duke dhënë shfaqjen? Ne nuk kishim asnjë problem. Ishin të përkryer. Ishim zakon ishim vërtet të problem nga këto sepse edhe pse ishin sa i bie 20 veta nga njëri xhep, po bëhet falni matematika ime e thyer. 20 veta nga njëri xhep dhe 20 veta nga xhepi tjetër. Unë isha tërkohës, mbani distancë. Fjala ime e preferuar ka qenë distancë, poz, kujdes. Pusho. Duart lart. Kaq. Okej, tepër interesante, okej. Në një prapaskenë që mund na i thoni që ishte fani ose që nuk u vure. Prapaskenat si vjet kanë qenë me vërtet diçka tjetër. Domethënë ishte bukur edhe skena dhe prapaskena. Domethënë sfilata si vjet kishte një lloj energjie shumë, domethënë e shikoj më të afruar sfilatën se vitin e kaluar. Mbas nga që si vjet nuk ishte viti im dhe shikoja të gjithë si motra si vëllezër të vegjël. Edhe si vjet edhe që mund t'i kishe në drejtim. Jo, ashtu edhe vit nuk është se më bënin, domethënë edhe pse ishte viti im dhe kisha edhe moshatarët e mi në matur. Okej. Nuk është se më binin në qafë që më thoshin që pse të dëgjojmë në ty. Po, e kuptoj. Sepse ke parasysh është një lloj përgjegjësie dhe sfilata nuk diçka që nuk më ka pëlqyer nga sfilata që në fillim është që shikohet si një numër që hajde e bëjmë sa për formalitet, se është kategori tjetër në show. Po përveç asaj juve i treguat shumë bukur që ishte e mirë mentuar dhe u soll shumë bukur në skenë. Për këtë ne e tham dhe për gëzime. Megjithatë unë dua një prapaskenë, më thuaj një prapaskenë se nuk po ma nxjerr, po ma vërtit dhe asnjëri nuk po ma nxjerr. Nga një prapaskenë ne ishim tërkohës me patjetër mua në qendër që bëja lutje të mëdha që inshallah e merr Malta, gëzuar sfilata, gëzuar kërcimi, gëzuar aktrimi. Ka qenë prapaskena më e bukur, domethënë, edhe i thoja që monitorojeni këto se do na duhen për më vonë. Edhe unë prapaskenat i kam hedhur në Instagram, nuk është se kam qenë shumë me komplekse, për shembull siç isha vjet që zgjidhja fotot më të bukura që më kishte bërë ikoni dhe hajde i vë një muzikë aty.
Kam hedhur edhe prapa skenat, edhe proceset e punës, kam hedhur edhe sfilata, urimet, kam hedhur çdo gjë. Ne, kuptoj. Pra pas kena time preferuar ka qenë ai momenti që kemi bërë atë ritualin e vogël para se të niste karnavalja e parë. Që jemi lutur të gjithë dhe unë nga që isha Jo, nuk lejoshin dritat se na thirrën ne për këtë. Jo, nuk lejoshin dritat absolutisht. Ishte errësirë. Edhe unë kam qenë mbrapa në përhije duke i gëzuar të gjithë, domethënë të bëj diçka fani që t'i aq stresin, ndërkohë që unë isha duke u dredhur për vete. Dhe sa kam mbaruar sfilata e parë, pra karnavalja, kam qenë mbrapa skenës dhe kam filluar një lyerje të paparë me 3 glugans në prizë, duke u bërë gati që të ngjisja të gjitha. Leoja ishte poshtë ndërkohë. Mirë që nuk u ngjit ndonjë me të njerëzve. Kur para shfaqjes para karnavaleve apo pas? Pas karnavaleve, ke qenë poshtë ti. Shiko pak, në krye të sfilatës dhe unë isha poshtë se dhe unë kalova një mental breakdown. Interesante. Para dhe pas sfilatës, domethënë para sfilatës, kisha shumë motohallin e madh që si çdo person që do dalë dhe ka gjithë punën e tij. Unë e thash domethënë e kam thënë edhe shumë herë të tjera që unë sfilatën si vjet nuk e kam bërë për vete. E kam bërë për këta të tjerë, sepse unë dua që Malta ta mbajë atë reputacionin si shkollë sfilate. Sepse deri tani besoj se e kemi krijuar një lloj ideje që jemi the best. Por që domethënë frika ime më e madhe ishte që do kishte probleme, Po si të gjitha shfaqjet, edhe regjizori më i mirë në fund të fundit kur del e nxjerr shfaqjen në skenë thotë që kishte. Ta përmbyllën shumë shpejt. Një mesazh të vogël për të gjithë ata që duhen të marrin pjesë në risha shkurt. Mbaruam. Po, me ky. Vajti 30 minutë. Një mesazh të shkurtër, të doja t'i thoja që më thënë marrë shkas nga kontrasti i vjet si vjet, më thënë sa hynore që ishte e vjeçme dhe sa nuk e di si t'jave emrin. Kaotike ishte si vjeçmja. Njeriu ka lindur për të ndryshuar. Ka lindur për të përmirësuar veten dhe ka lindur për të gjykuar. Nuk gjykimet, fjalët e këshia nuk i heq dot. Janë gjëra të pashmangshme. Dhe prandaj them që ashtu siç morëm në një risk shumë të madh si vjet që e kaluam sfilatën nga lart këtu, ashtu kalon edhe njeriu. Ka ulje, ka ngritje, por për të gjithave njeriu ka lindur për të ndryshuar, për të kuptuar se kush është. Dhe pak a shumë këtë arrita dhe unë të synoja, domethënë kam kuptuar shumë gjëra si vjet. Sfilata si vjet ishte një familje e madhe. Patjetër. Në fund të shfaqjes jemi puthur, jemi përqafuar, unë se di sa veta kam puthur e kam përqafuar. Aq për më tepër në finale që ishim të gjithë për të festuar edhe. Që se ti ke puthur. Që se ti ke puthur. E kuptua mesazhin. Rrimir më. Edhe për të gjithave ishte ndër punët dhe eksperiencat më të bukura. Më ka qenë puna më e mirë që kemi krijuar deri më sot. Ndërsa unë do t'i bëj shkurt, do them vetëm që Rin Show është bërë për të kënaqur dhe atë duhet të bëjnë të gjithë, të kënaqen si fillim dhe e dyta të vinë në prova. Po, rezultati i gjithë shfaqjes shihet nga ardha e vazhdueshme në prova. Kështu që flasim për të ardhur në prova. Okej. Ne ju falenderojmë pa mas, ndoshta do të kemi, jo se ne jemi viti fundit, pa ata të tjerë që do bëjnë intervista, do të kemi përsëri këtu në rast se dhe ti po dhe jo në rast se do merrni pjesë përsëri me sfilatat. Shiko, vitin tjetër po ju le pushim, fiton me vitin tjetër. Shiko. Sa isha unë diskutoni vitin tjetër që mund të mos jem unë. Mund të vi dhe unë vitin tjetër. Jo vetëm juve, nuk po flas jale fitoren ne simi me kështu. Jo juve. Ja. Okej, kush vjen pas juve? Okej. Ne ju falenderojmë pa mas që bët pjesë e podcastit dhe ju urojmë suksese. Shumë faleminderit. Suksese. Shërista, kjo ishte pjesa e parë me yjet e prekës. Shihemi së shpejti. Bye bye.